Kryetari I rikonfirmuar, shohim çfarë po thotë? Të Lidhjes Demokratike të Kosovës në mënyrë shumë demokratike dhanë drejtim jo vetëm për leadershipin e partisë, por edhe për orientimin vleror, programor të kësaj shtëpie të madhe politike. Jam I lumtur me rezultatin, jam falënderues për delegatët e mbështetës që kanë rikonfirmuar rezultatin e janarit, si dhe jam mirënjohës edhe për delegatët tjerë që ndajnë mendime ndryshe në këtë drejtim, por që gjithë bashkarisht jemi zotuar që të punojmë bashkë, të bashkohemi rreth misionit tonë të përbashkët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç u thash, siç kam thënë, ky vend ka qenë I panevojshëm, I pakohë, I padobishëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse na ka mbajtur pa asnjë arsye temë tash e sa muaj, dhe në gjithë këtë periudhë kemi lënduar mbështetësit tanë, të cilëve I shprehem me plot mbështetje, simpati e keqartë që politikat partijake shpesh I dëshprojnë, por rezultati tanishëm është konfirmim I asaj për çfarë qëndrojmë, por megjithatë është detyrim I bashkimit të LDK-s, rreth parë reformës së LDK-s njëtrajtësisht, e megjithatë dhe dhënjes përfundimisht të kontributit tonë partijak në stabilitetin institucional të Republikës Kosovës. Nuk do të harrojmë asnjëherë që ne ekzistojmë për qytetarët e Kosovës, jo për betejat të brendshme partijake. Karrikat janë të përkohshme, vijnë e shkojnë, por LDK ka mision shumë të madh që Republikës Kosovës t'i jap stabilitet. Në këtë drejtim, LDK pas një pushimi të shkurtë, me ratoj edhe një deklaratë, të cilën do ta bëjmë publike shumë shpejt, dhe morë një vendim. Deklarata ka të bëjë me gjendjen politike Kosovë, me të cilën delegatët e këtij kuvendi me votë shumicë mbështetën përpjekjen tonë për të siguruar stabilitetin institucional në Kosovë dhe për të provuar për të shmangur zgjedhjet e jashtëzakonshme të katërtat me radhën në pak se në 10 gjysmë. Kjo është vullneti politik I delegatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë deklaratë këta delegat kërkuan edhe nga deputetët e LDK-s, nga kryesia e LDK-s, nga anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm, meqense ky kuvend është institucioni më I lartë I partisë, të respektojnë në plotësi këtë orientim partijak dhe të implementojnë këto vendime deri në masën përfundimtare të tyre. Po ashtu morën vendim që në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s të kooptojnë si anëtar me drejt plot të gjithë deputetët e zgjedhur të Lidhjes Demokratike të Kosovës, cilëve I uroj mirëseardhje në këtë Këshill të Përgjithshëm dhe më pas në vendimarrjet që vijnë më pas. Edhe një herë do të zotohem dhe do të përpiqem të bashkoj sa më shumë LDK-n, por pa bërë kompromise mbi vlerat tona, mbi ato që besojmë, dhe duke shmangur çfarë do tendence edhe të përçarjes së LDK-s, edhe krijimit të krizave të paqenta. Ky është vullneti I antarësisë, ky është vullneti I LDK-s, I ftoj gjithë që ta respektojnë e të kontribuojnë edhe atëherë kur spajtohen me këtë vendim, por është vendim I shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Siç kam thënë gjithherë, kur ka garë të brendshme LDK ka gjithmonë fest, sot ndihem si fest, kemi nisur një proces të rrëzimit, të shkarkimit, e konsideroj si pikën më pak krenuese të LDK-s në historinë e saj 37 vjeçare, por jam shumë falënderues që antarësia jonë arriti të nxjerrë LDK-n faqevarë edhe një herë. Përkundër gjithë angazhimit, marrëdhënies madhe të kësaj fushate panevojshme për LDK-n, delegatët tonë, antarësia jonë vendosi me votë parë, mirë dhe qartë. Urdhëroni. Organizacionin që kemi marrë bekimin edhe të kuvendit për kodë për të institucionet të reja, sa vota I apronin në këndin të fosë, edhe të djetin të sëmundem, për privarin Këshillit, për privarin Rama, që në qërën në kënduar, aktuese në ditë të mërë të para, e të zonën e ndë private dhe dëshës në Këshillit. Për çështjen e parë, siç kam thënë atëherë thamë edhe tani, për marrëveshje të mirë LDK-ja me vullnetin e kuvendit të LDK-s duhet I ketë gjitha votat. Unë s'mund të përcaktoj fatjen individual të njerëzve që janë deputet kuvendit të Kosovës dhe dëshirojnë të veprojnë jashtë LDK-s. Por për aq sa janë LDK, duhet dhe do të respektojnë këtë vendim të kuvendit të LDK-s, për të s'ka kuptim as demokracia, as organizimi partijak. Por ne ende kemi marrëveshje. Prandaj unë s'mund të kërkoj votë mbështetje drejt deputetëve të LDK-s pa pas një marrëveshje. Për marrëveshje do të mirë, se kanë as votën time,
për marrëveshje të mirë, besoj se do të mungoj një votë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo që është e qartë është se kuvendi LDK-s i kërkon deputetëve që të respektohet ky vullnet i shprehur nëpërmjet kryetarit të partisë për stabilitet institucional, kaq mund të bëjë një parti politike. Për çështje të tjera, unë besoj që çdo kush që është përfshirë me bindje të drejta për procesin e shkarkimit mund ta kuptoj. Por prej asaj që kam parë publikisht, drejt përgjimeve të republike, nëse mekanizmat shtetëror janë përdorur për të razuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, atë do të ketë përgjegjësi dhe përgjegjësi të madhe për këtë drejtim. Mendoj që kanë gabuar gjithë ata që janë përfshirë këtë drejtim. Nëse zoti Rama është përfshirë këtë drejtim, ka gabuar rënd. Dhe atërsia dhe kësë nuk e përgjë. Cilat janë hapat tutje, po jemi zanë qëra dhe televizion një. Cilat janë hapat tutje drejt takimeve me Kurtin për formimin e institucioneve. A mundesh na tregu parimet që ka LDK-ja për një marrëveshje? Është synoni postin e presidentit dhe nëse përfshihen në qeveri. Cilat digasteri synoni të kenë? Ende s'kemi mbërri atje. Ju se që gjeni kemi pasi vetëm një takim. Dhe na takim si janë folur as pozitat, as ndarjet pozicionale, lajmet e bëra publike janë të pavërteta. Pra ato që u shfaqen jo kaq ministri nuk janë diskutuar në tavolinën diskutuese. Mund të jetë një testim mediatik. Pra mund të jetë pjesë e betejës publike ku një palë e teston një ide. Po nëse ka dashur me testu, është ide e dështuar. Jo, mund të ketë disbalancë përfaqësuese në institucionet e Kosovës. Populli i Kosovës do të jetë sigurt me LDK-n, se LDK-ja s'mund të pranojë asnjë marrëveshje në të cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetme. Për çështje të tjera, ende nuk kemi folur. Më lejoni që tani prej sonte e tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë e lodhshme për LDK-n, nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti unë e heqja çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutoj tutje për institucionet. Nuk kemi mërri në asnjë pozitë individuale, lutem, kemi me kuptim me kohë kur të mërrim, ju njoftojmë për gjitha, por ju kam thënë prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, s'është me emra të përveçëm, është me çështje parimore. Fillimisht parimit i definojmë. Na drejtim jemi ende. Edhe parimi kryesor është a duhet një parti të ketë gjitha apo jo. Për LDK-n bindjet janë qarta, një parti s'mund të ketë gjitha. Jo. Unë s'kam fjalë të këqija për s'kënd për tyre. I uroj punë të mbarë në komunat e tyre, du të kthehen të zhvillojnë komunat e tyre. Si kryetar Degë shpresoj angazhim sa më të madh në rritjen e LDK-s, por jo, akmarrë s'kam me askënd, vazhdoj me besu se iniciativa ka qenë e pavend, e pa kohë, jo në përputhje me pritjet e popullit të Kosovës, edhe në kundërshtim me gjithë vullnetin e antarësisë së LDK-s. Unë s'kam pas asgjë tjetër përveç bindjeve të mia. Dhe nëse këto janë bindjet edhe të elektoratit LDK-s, atëherë edhe këta zyrtar senior LDK-s bëjnë mirë të respektojnë përfundimisht të lënë LDK-n të marrë frymë një herë, ta mbështesin reformën, por në këtë fazë ju uroj punë të mbarë në komunat e tyre, aty ku kanë punën kryesore, sepse qytetarët kanë nevojë për punë konkrete në këtë angazhim. E para, falet që e pezulloni këtë ndërprerjen e takimeve. E pezulloj pezullimin. A mundet të pas që prej nesër kur është takimi në orarin 10 me kryetarët e partive me vazhdu një takim potencial me zotin Abdiqiku edhe zotin Kurti, edhe e dyta falet që po nevojë për reforma në LDK. Çka saktë nuk kuptoni me reforma, edhe a mundet me i prejtë një reforma ata që i kanë dhënë në shpinë? E para punës mirë që më kujtove se nesër është takimi në orarin 10, pse janë duhet ta delegojmë dikën sepse se kemi deleguar askënd. Që sonë të delegojmë dikën për takimin nesër në kuvendet. Është në kryetarët e partive. Gjitha partitë janë dakorduar të marrin pjesë në kryetarit. Është takim teknik, nuk është politik. Edhe pak a shumë e kemi dakorduar se të marrin pjesë në kryetar. Nuk ka çështje të disrespektit institucional, është dakordim brenda partive. Për çështjen e reformës, reforma, shoqëria nuk është përjashtuese, është xheruese për LDK. Natyrisht ata që
nuk kam bindje me këtë rrugë të LDK-s, ata s'mund të vazhdojnë të kritikojnë, atakojnë, e sulmojnë LDK-n çdo natë mundshme gjithandej. Por kjo praktikë duhet ndërpritet sepse s'ekziston asnjë parti tjetër. Nëse dikush s'don me qenë me këtë bindje, me këtë vizion, rregull është, vazhdon tuti jetën e lirë. Por para që e bën vlogën, stemën e LDK-s në zemrën e përfaqësimit publike, qoftë si antar i thjeshtë, ai duhet të ketë përgjegjësi për fjalët që thot. Sepse dëmi po bëhet i madh. Dëmi po bëhet i madh, më pas po na duhet një parti e tonë, shoqëni, një parti e tonë. Prej 31 janarit këto diskutime janë për nënshkrime, për kuvende të jashtëzakonshme të mirëmi, të harxojmë energji për të ardhur te pika 1. Por dëmi është bërë. Prandaj reforma kërkon bindje vlerore, jo individuale. Nuk ka akmarrje ndaj askujt, por duhet ta kuptoni se rruga bëhet me ata që besojnë. Ata që s'besojnë s'mund ta bësh rrugën, s'mund ta bësh asnjë hap. E bën një hap, më pas kur thojnë ai bën dy prapa. Kjo është më pas problematike për vetë shtëpinë tonë politike. Me ju tregu për besë më pas pala tjetër, po tani është kjo pjesë e strategjisë diskutuese mes palave. Marrëveshje e njëjtë e dhjetorit nuk është marrëveshje e mirë. Pra marrëveshja e mirë nuk kupton që të ketë balancë institucionale mes palave që duhet të jetë pjesë e këtij diskutimi. E rëndësishme është të shmangim zgjedhjet, se këtë kam përshtypjen se gjithë këto zëra që kërkojnë zgjedhje një herë janë në diskrepancë të rëndë me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Populli i Kosovës nuk don më zgjedhje të reja. Don stabilitet institucional, politika konkrete dhe orientim qartë euroatlantik. Për shkak se LDK është garant në këtë drejtim. Pas takimit me Kurdipat e deklaruar që rregulloi për faktin e në bisedime me problemet e rrallë. Tashmë kur delegatët e votuan për deri në kuvendin e radhës, ka unitet mbrana grupit të LDK-s, po flas për deputetët që me i vazhdu bisedimet edhe me zgjedhjen e presidentit. Nëse nuk kam e pas, do t'i bëj publike para jush. Do thëmë, ka që vota e ka LDK-ja dhe për këta një tjertë dëshirojnë zgjedhje të reja, në pas të marrin përgjegjësinë individualisht të cilë që dëmë. Ai çka do të them është kuvendi i LDK-s dha deklaratë të qartë, deputetët me gjithë përvojën që kanë, sjelljen institucionale që kanë, para se ta respektojnë partinë e vet. Më qartë se ka s'mund bëhet. Tani më vërtet jam edhe i lodhur me kuvende. Është kuvendi 4 në 5 vite mandat. Ju po shumë thapë se s'po vendos një kuti të hyrja e LDK-s, sa që vjen dikush ka një votë litë qetë. Po tash na duhet stabilitet. Duhet qetësi dhe unitet rreth shumicës. Kështu funksionon LDK-ja. Po të kishte qenë rezultati ndryshe sonte, ne të tjerë siç kanë deklaruar do ta respektonim ndërsi. Por përçarja publike e këtyre diskutimeve i ka dëshpëruar qytetarët tonë dhe mbështetësit e lidhjes demokratike të Kosovës. E fundit. Ju e keni bulojmen e ofertës i pasat. Në është të këta ditë ma shumë se në. Që duhet me pas balans institucionale. Çka e garanton ta? Pozita presidentit, gjysma e ministrive, kryekuvendore? Balans në kupton që një parti mos të ketë kontrollet e plota të gjitha institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe janë 3 institucione përse po flasim. Para është kuvendi që në kupton shumica, jo kryetari i kuvendit. Kryetari është funksion ceremonial më tepër. Është paravajtës e seancave, s'ka fuqi, ka një votë kryetari. Pra, kuvendi ka një shumicë, ai shumicë pak a shumë është e përcaktuar me zgjedhjet rezultatin e shtatgjashore që i takon partisë së parë. Janë 2 institucione tjera pa të rëndësishme. Pra, nëse një parti e ka kuvendin, ajo s'mund ta ketë edhe presidentin, edhe kryeministin. Pra, edhe qeverinë, edhe presidentin e kuvendit. Jam interesuar që jenë zgjidhje, jam interesuar të diskutoj. Po për këtë interes duhet të parë. Prej takimit parë kam qenë më optimist se sa herave të kaluara. Por tani më lejoni që nëse ka vullnet për gjitha palëve, tulim të flasim, të shohim tuti se si duket balanca institucionale. Ne kemi folur se si duket kjo balancë, ende jemi në definimi i parimeve, pra ende s'kemi arrit
Në momentin që definojmë parimet se si duket balanca, atëherë flasim për pozicione për çfarë ju vetë vërtet keni shumë interes. Kush do të jetë presidenti i Republikës Kosovës, sepse ai emër është i rëndësishëm. Dhe më pas do të flasim kush do të thesh me fushat programore. Pra temat e rëndësishme që kemi, çka bëjmë me integrimin e Euroatlantik, çka bëjmë me zhvillimin, çka bëjmë me luftën kundër korrupsionit, çka bëjmë me kapjen e institucioneve, çka bëjmë me stabilitetin institucional, çka bëjmë me gjykatën kushtetuese që si ka dy gjykatëtar gjykatës kushtetuese. Pra këto janë tema për cilat duhet diskutojmë dy palë, kohën e kemi të shkurtër, pra kemi më pak se një javë derisa duhet konstituohet kuvendi, më pas kemi 30 ditë derisa duhet konstituohet qeveria, e më pas kemi 30 ditë tjera derisa duhet zgjedhur presidenti. Nëse do shtojmë për 60 ditë të ardhshme, atëherë kemi fatkeqësi të mëdha në politikën e Republikës së Kosovës. Ju falenderit edhe një herë dhe ju zotërohem se ky do të jetë kuvendi i fundit i LDK-s për një kohë deri në zgjedhjen e ardhshme nëntor, vitin 2027. Ju falenderit shumë. Rikthehemi tash në studio ku kryetari i LDK-s vetëse ka përfunduar konferencën